Një ulje e re e çmimeve të karburanteve është reflektuar në tregun vendas pas vendimeve të Bordit të Transparencës, i cili ka përcaktuar çmime më të ulta për naftën dhe benzinën në përputhje me zhvillimet në bursat ndërkombëtare. Sipas vendimit, çmimi i naftës në pikët e tregtimit me shumicë është ulur në 2 lekë për litër, duke zbritur në 206 lekë nga 208 lekë që ishte më parë. Ndërkohë, në tregun me shumicë, nafta nuk do të mund të tregtohet mbi nivelin e 194 lekëve për litër. Edhe benzina ka pasur një ulje se më të lehtë me 1 lekë për litër. Çmimi maksimal i saj në pikat e shitjes me pakisë është përcaktuar nga 184 lekë për litër, ndërsa në shumicë nuk do të kalojë 172 lekë për litër. Vendimi i bordit ka hyrë në fuqi nga kjo e shtunë dhe do të mbetet në zbatim deri në mbledhjen e radhës, ku pritet të rivlerësohet çmimi në varësi të ecurisë të tregjeve ndërkombëtare të naftës. Autoritetet kanë paralajmëruar operatorët se tregtimi në produkteve të naftës për zbatim rigoroz të këtij vendimi, duke theksuar se çdo shkelje do të shoqërohet me masa ndëshkuese deri në pezullimin e aktivitetit për subjektet që nuk respektojnë çmimet e përcaktuara.